për momentin në studio është kolegu Mariglen Kume. Mirë se erdhe, Mariglen. Mirë. Sigurisht do të kemi dhe të ftuar tjerë, po nisim pak së bashku. Mund të thyet bojkoti i Partisë Demokratike? Po, është marrë vendimin në fakt Aida dhe deputetët e Partisë Demokratike sipas komunikimeve të fundit që kam. Çështje sekondash ka përshtypjen. Po, sapo ka përfunduar mbledhja dhe deputetët janë nisur për të marrë pjesë në mbledhjen në seancën parlamentare të radhës. Do të kujtojmë që është e parafundit kjo pasi në datë 23 të njëjtën e kësaj jave, është edhe seanca e fundit për këtë sesion parlamentar, ndërkohë kjo seancë ashtu edhe, siç besoj është bërë e ditur tani më, ka sërish protesta përpara parlamentit, janë një grup Tani se unë i pash të protestat, ndoshta i kemi dhe një herë pamjet, Mariglen, janë të Partisë Demokratike apo janë ato protestuesit që kanë zhvilluar dhe kuvendin kombëtar protestës në fundjavë, se ti ke qenë në terren? Shko, nuk janë protestuesit e Partisë Demokratike, janë, po them, grupe, ka protestues të cilët janë nga grupimi i Arlin Qorrit, po them, nga të tyre, ka një pjesë e grupimeve që janë, po them, të disa individve që njihen në mes protestuesve që janë personazhe TikTok-u apo të tjerë, apo edhe aktivist nga diaspora, siç është njëri prej tyre, dhe i cili, po them, merret edhe me pjesën e organizimit. Pra janë, por nuk është pjesa dërmuese më e madhe e protestuesve, pasi protesta, po them, kombëtare e qytetarëve të cilët ishin lënë për protestuar para parlamentit, ishte vendosur që të ishte dita e njëjtë kur edhe shënon seancën e fundit parlamentare. Ditën e sotme janë, po them, disa grupime të tyre, të cilët kanë qenë edhe në protestën e kaluar që ishin para parlamentit. Janë të njëjtët persona, të njëjtët emra, po them, edhe me të njëjtët simbolika me vezë dhe me disa simbolika të tjera. A i bie që këta do të kursejnë as PD-s kur të shkojnë aty? Jo, absolutisht. Nuk do të kursejnë as kënd? E nisën që nga thjerrjet, që kishin Ramanburg, Berishamburg, një korë, po them, që është bërë, që ka shoqëruar që gjatë gjithë protestës së zhvilluar prej 50 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe vazhdon edhe sot këtu përpara parlamentit. Mbetet për të parë, kam përshtypjen që do ketë incidente, momente edhe gjatë futjes së deputetëve të Partisë Demokratike, pasi, po them, ata janë të paorganizuar, besoj nuk do të futen brenda ambienteve të parlamentit me automjetet e tyre, siç kanë bërë, po them, disa prej deputetëve të Partisë Socialiste. Pak më parë kishte një moment ku protestuesit qelluan me vezë makinën e automjetin e zotit Çuçi dhe ku ishte bashkë me të edhe ministrja Kumbaro. Pra, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike sapo kanë marrë këtë vendimin, pavarësisht diskutimeve që ishte nëse duhet shkonin apo jo për shkak se edhe janë protestuesi dhe Partia Demokratike ka mbajtur qëndrimin të pak në 2 seancat e fundit që pa u bërë pjesë e rendit të ditës kërkesat e qytetarëve, nuk do të merrin pjesë, por ditën e sotme, pra seanca e sotme ishte, po them, e veçantë në këndvështrimin e tyre, pasi është miratojnë projekt rezolutat për institucionet e drejtësisë, për KLG-n, KLP-n, SPAK-un dhe kontrollin e lartë të shtetit. E deri tek të gjitha pra institucionet, ndërkohë në pjesën e parë, çështjet e integrimit evropian për 2025. Tani, Mariglen, po thua dot kush ka kërkuar nga Partia Demokratike që t'i rikthejë normalitetit, u duk sikur në pamje të parë morën kohë për të zhvilluar ato kuvendet, për zgjedh kupolën e tjerë dhe pastaj rikthehen. Pavarësisht se publikisht ata kanë thënë që nëse nuk respektohen kërkesat kanë depozituar në kuvend që lidhen pra me kërkesat e protestuesve, ne nuk do të jemi prezent. Ndërkohë ka ndryshuar qasja. Shko, Aida, një nga ato arsye të cilat nuk parathuan në publik, arsye sepse bojkotuan, po them, seancat plenare në
dy mbledhjet e fundit, ka qenë edhe fakti se ishte protesta e qytetarëve dhe Partia Demokratike nuk kërkonte që të merrte kosto nga kjo protestë, duke pretenduar se protesta sipas tyre është për mazhorancën. Dhe kjo ka qenë një arsyet e vërteta se pse e ka bojkotuar. Ndërkohë, po ashtu kanë kërkuar që të bëjë edhe pjesë e rendit të ditës kërkesat e qytetarëve. Por nga një diskutim në chatin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kanë qenë disa prej deputetëve si Zoti Leskaj, i cili ka kërkuar që të jenë institucional dhe të marrin pjesë në seancat parlamentare të fundit, pasi mazhoranca po kalonte ligje të rëndësishme dhe sigurisht nuk marrin atë vëmendjen e dur dhe debatin e dur kur opozita mungon në parlament. Po ashtu Jorida Tabaku, Ina Zhupa kanë qenë zërat të cilët kanë kërkuar që Partia Demokratike të jenë institucional dhe të marrin pjesë në këtë seancë. Redor Meksim bashkohet në studio, mirë se erdhe, Redor. Mirë se vëgjeta. Je pro apo kundër bojkotit? Bojkoti ka qenë i pjesshëm, sepse në komisione kanë qenë, ndërkohë, vetëm në seancat e kuvendit kanë munguar. Siç e thatë Marglenia, disa zëra ka qenë që të rikthehet. E kam thënë shpesh në fakt që unë jam pro institucionalizimit, pra do thotë që PD do të jetë se s'bën në parlament, se s'bën të shojë çdo ligj që të propozohet apo do kalohet çdo projekt ligj, të japi amendamentet e saj, apo të japi propozimet e saj, apo të çojë ligje vetë, gjë që nuk e bën. Pra jam komplet kundra bojkotit të parlamentit. Më të isha pro bojkotit jetës shoqërore të Shqipërisë, pra edhe pro bojkotit në rastin mosbindjes civile, me që do të bashkohet dhe protestës, të pagimit taksave, të bllokimit rrugëve, tjerë që shtek, që mund të ishin, por jo lënien e parlamentit. E kemi provuar më parë çfarë do të thotë të lesh parlamentin, kemi provuar kur dorëzuam mandatet në 2019, dhe ku jemi sot me ato ndryshime ligjore që u bën ato vite, dhe ishte gabim trashanik të vazhdonin po të njëjtën rrugë. Po. Ndërkohë kemi dhe nënkryetarin e Partisë Demokratike, Nikola Kedhin. Përshëndetje, zoti Kedhin. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju dhe urime, se duhet të urojmë edhe kështu publikisht. Faleminderit. Ndërkohë, nuk e di nëse je përballur me post komentet pas zgjedhjes tuaj, si keni përjetuar ato, si e ke parë, sa rëndësi kanë për ju, çfarë ka sjell. Jo vetëm pozicioni juaj, po gjithë kupola drejtuese ishte në fokus me komente dhe me analizë. Po me qëse unë ju kam ju, duhet ju pyes dhe personalisht si jeni ndjerë, se është post i rëndësishëm, nivelet më të larta. Po për të gjithë procesin zgjedhor, gjithë ndryshimet, komentet kanë qenë mjaft mira, të paktën ato që kam parë unë në rrjetet sociale apo në komunikim me demokratët apo dhe përtej bazës së Partisë Demokratike. PD-ja kaloi në një proces që ne quajtëm të ripërtëritjes, i cili reflekton të kërkesat dhe të demokratëve në bazë, po dhe kërkesat të shoqërisë shqiptare apo të protestuesve, të cilët prej 50 ditësh janë në mbushin bulevardin e Tiranës, rrugët e Tiranës. Ndaj është një proces i cili reflekton këto kërkesat të shoqërisë shqiptare. Sepse në fund të ditës emërusimi i vogël i përbashkët që kemi është largimi i kësaj qeverie anti-shqiptare, kësaj qeverie që ka shpopulluar Shqipërinë me një agjend të mirëfillt shpopullimi. Dhe për sa kohë qëllimi i përbashkët që gjithë këto segmente ende të lira të shoqërisë shqiptare kanë, është ky, i bie që të gjithë të punojmë për të forcuar dhe për të qenë në pozicionin më të mirë të mundshëm që ta detyrojmë këtë qeveri anti-shqiptare të largohet. Një nga po themi mekanizmat ishte ky proces zgjedhor, ky proces i ripërtëritjes që ndodhi në Partinë Demokratike. Ndaj komentet kanë qenë mjaft të mira sepse janë përgjigjur kërkesave të shoqërisë shqiptare. Marglem, bie dakord që ose kush ka qenë akuza më e fortë që është bërë për këtë proces? Meritokracia politike, përfshirja të rinjve si është parë. Përfshirja të rinjve ka qenë, po them, disinë masë, por kryesisht kritika kryesore, po them, ka qenë te numri 1 dhe numri 2 i Partisë Demokratike, pasi që të gjithë mendojnë kryesisht, po them, në analizat që janë bërë, përgjegjësia zbret në mënyrë vertikale dhe dëgjohen në mënyrë vertikale nga koka dhe pastaj zbret
zbret poshtë. Kështu që, okej, është parë si një lloj lëvizje e mirë, qasja disa të rinjve, por ka qenë kritikat të zoti Berisha dhe të zoti Noka, dhe e tjetra ka qenë është se meritokracia, çështja e votës se marrë këtu shkas për zgjedhjet e 11 majit. Ata të cilët morën vota në zgjedhjet e 11 majit, a morën apo jo vlerësime në pra që lidhet me analizën e performancës. Po, dhe zoti Ilir Ali Mehmeti në parti nuk është se mori ndonjë post në Kajo Shfarpam, Jorita Tabaku, po them gjithashtu, nuk mori, edhe nëse shkojmë zbresim në rrethe, po them, ata të cilat kanë qenë të votuar, nuk është se disa prej tyre edhe janë larguar për shkak të pakënaqësive të krijuara. Në mos kanë marrë në pozicion drejtori KPS-ja, se do kjo ka ndodhur. Ndaj edhe e thash, kujtoj këtu zonja Redhi. Zoti Ali Mehmeti është antar kryesie. Kryesie, po fliste për kupolën. Zoti Ali Mehmeti. Po pra, se lexoj aty ripërtëritja e PD me kupol të vjetur, uroj të jetë gabim e shkruar, ose po lexoj unë gabim, ose s'është titulli i emisionit ku ata keni bërë gabim. Ndoshta si përket juve, po e kam për Nokën, për Berishën, për Gjekmarkajn e për të tjerë. Sepse 3 nënkryetarët e zgjedhur janë të rinj, janë për herë të parë në këto pozicione drejtuese. Në kryesinë e Partisë Demokratike, që është forumi më i lartë politik, janë, në mos gaboj, 14 nga 20 antarët e zgjedhur janë për herë të parë, ose janë të rinj. Në Këshillin Kombëtar, 65% janë të rinj, të reja, gra, ose burra që janë për herë të... Po, ja, sa ta kemi gati dhe me zë. Redon, ti çfarë mendimin ndanë për këtë proces? Unë ndaj mendimin që në fillim një procesi është i paligjshëm. Nuk flasi pa rregull apo jo, po i paligjshëm pasi kemi nisur që të zgjedhë kryetarin në paligjshmëri. Sipas statutit PD-s, kryetari nuk do të ishte më kryetar, për mandatit i do kishte përfunduar, do nisim zgjedhjen nga e para. Por nga ana tjetër, mund të them për kryesinë paktën, që po flasim që janë të rinj, kanë një shans në dorë të bëjnë një reformim Partisë Demokratike, pavarësisht se unë shoh nga ana ligjore, flasim si paligjshme, sot në gjykat apo në institucione përkatëse, kryetari i PD-s është regjistruar Sali Berisha akoma. Pra këta të rinj mund të jenë ata që mund të bëjnë reformimin, po të kenë vullnetin dhe dëshirën për ta bërë. Sa për pjesën tjetër të zgjedhjeve që edhe Këshilli Kombëtar ka të rinj, më të se dëm pak ajo se kur shoh 184 vota për Mul Nokën, se mirë Mul Noka nuk duhet, po 184 persona që votojnë atë si a meritojnë të jenë atje apo jo. Pra, i le një këshillë të keqe. Ita e bëri për të rritjen, çfarë ndryshime duhet të bëjë? Kjo mund të analizohet në të tillë forme, Redon, se sa është numri i Këshillit Kombëtar në total dhe sa prej tyre votuan, se në djenin time mos gaboj, nëse edhe Nikola më ndihmon, janë mbi 400 numri i Këshillit Kombëtar, apo jo? Kanë votuar diku te 300, së bashku me kryetarët e degëve, do me thënë deputetët që janë ex officio pjesë e Këshillit Kombëtar. Po, në kisha fjalën tjetër vend, jo që mori shumicën, mori 184, kaq mjafton për ta parë me syrin tim keq. Edhe 5 po të kisha marrë prapë do ishte problem për mua. Çfarë ndryshime? Vota është Dakor, sa gjë dhe unë për ne do shoh. Po çfarë ndryshime se ne jemi tek ripërtëritja. Çfarë ndryshime shpret? Se prandaj e bëra të tillë. Pra, 184 sa përqind të gjithë Këshillit Kombëtar përbën si numër votësh, se ishte këshilli i sapo zgjedhur edhe Këshilli Kombëtar dhe sa ishte pjesëmarrja e antarëve të këshillit. Kjo tregon edhe deri diku një lloj pakënaqësie apo një lloj mërzie, ndërsa ajo çfarë do të analizoja unë, po them si diçka të gabuar, është dy standardet. Nikola është një nënkretar i ri që vjen nga të rinj nga departamenti Brain Gain. Por kemi standardin tjetër që nuk zgjidhen, koptohen. Dhe kjo ishte ajo në këndvështrimin tim për të kuptuar, për kryetarin e grupit parlamentar dhe nënkryetarin e parlamentit. Dhe prandaj nuk përmenda emër, përmenda vetëm postet, sepse në mënyrë që mos të interpretohet si personale, po them, por dhe këtu ose futen që të gjithë në zgjedhje, siç garoi Nikola, Belindi apo Erisa, të garonin edhe të tjerët, Po, se është diskutuar që është... Dhe po ashtu, kjo çështja e nënkryetarit dhe nënkryetarit të parlamentit dhe kryetarit grupit ka qenë thjesht dispozit tranzitore kështu lexua në atë kohë kur u bë.
Por tashmë u bë një normë sepse grupi i punës që punoi për statutin e PD-s ishte po i njëjti. Nuk ka qenë tamam ashtu, u kalua në Këshillin Kombëtar në atë kohë dhe më pas Këshilli Kombëtar vendosi sepse është në statut që mund të bëjë ndryshime Këshilli Kombëtar dhe më pas ratifikohen nga Kuvendi Kombëtar që mblidhet më njëherë pas tij. Ndaj është pjesë e statutit, statuti i përditësuar i 30 majit në mos gaboj është në faqen e Partisë Demokratike, çdo kush mund ta lexojë, po. Unë do thoja këtë, gjithmonë mahnitem nga diskutimet në studio televizive në Shqipëri për çdo imtësi të vogël të Partisë Demokratike. Do me thënë, ne ndonjëherë mendoj se ne jemi në Danimark apo në Norvegji, ndërkohë ne jemi e ke premisë të gabuar këtë, Nikola, se je edhe i ri. Ne jemi në kushtet e një emergjence kombëtare, po shpopullohet vendi, është një proces që po ndodh. Dhe mos është gabim që ne, kur ju e mendoni kështu, Nikola, mos është gabim që ne presim që këtë ndryshim ta bëj Partia Demokratike, se kjo vëmendje vjen si pasojë e shpresës dhe besimit dhe të numrave që ka Partia Demokratike, nuk është tendencioze. Mua realisht më vjen keq artikulu nga ju, se ta thon këtë të vjetrit. Nuk thash që është tendencioze. Thash mahnitem nga diskutimet që bëhen në studio televizive në Shqipëri me çdo imtësi të statutit të Partisë Demokratike. Imagjinoni, do me thënë, Partia Demokratike është një grup qytetarësh, individësh të lirë, të cilët vendosin rregullat e përbashkëta, shprehin vullnetin e tyre në proceset zgjedhore, bëhen procese zgjedhore dhe neve prap jemi të pakënaqur në studio televizive dhe themi gjë, shiko se është problem shumë i madh që ky individ i caktuar ose një individ tjetër pas ka marrë vota. Sepse demokracia vjen nga demokracia e brendshme, nga rregullat e brendshme, pastaj është modeli i qeverisës. Falë se po ju dhe unë tani në analizë. Merremi pak. Shiko, e dini ku është problemi im, jo para se të flasi zoti Meksi që ta mbaroj këtë. Problemi im është ky. Problemi im është ky. Që neve në Shqipëri jemi sot në një gjendje emergjence. 7 nga 12 qarqet e Shqipërisë janë me linçmëri negative. Është larguar mbi 42-43% e popullsisë shqiptare. Kemi një qeveri që po i bën Shqipërisë atë që nuk ja kanë bërë as pushtuesi Mjegër as regjimi gjakatar komunist. Dhe Partia Demokratike është duke ju përgjigjur thirrjeve të shoqërisë shqiptare për të ndryshuar, për të ripërtërir. Dhe këtë gjë ka bërë me proceset zgjedhore. A mund të bijem dakord që ka ndodhur kjo gjë me proceset zgjedhore? Ju pastaj kërkoni që këtu të ndodhë... Ja ta thot Redoni, po Redon. Jo, nuk bijem dakord. Ju pastaj, nuk e di, kërkoni që të ndodhin luftra kundër individëve të caktuar, spastrime totale, nuk ndodhin këto. Neve jemi një parti konservatore, neve kërkesat e shoqërisë për ripërtëritje, i bashkojmë natyrisht me lidhjen mes brezave, mes vazhdimit dhe historikut që ka Partia Demokratike, dhe ne po bëjmë ç'është e mundur dhe unë këtë ju a garantoj. Sepse e shikoj këtë, unë ju a garantoj që neve po bëjmë ç'është e mundur me të gjithë mundësitë tona në mënyrë që të bashkohemi së bashku me sa më shumë elemente të tjerë të shoqërisë shqiptare për t'i bërë ballë këtij regjimi autokratik të mbështetur në paratë e drogës dhe të narkotrafikut. Tani tek pjesa jemi dakord që po ripërtërihet. Jo, nuk jemi dakord. Shohim Berishën aty prap, nuk jemi dakord. Tani ne dim shumë mirë që Edi Rama është ai që po bën krime ndaj Shqipërisë. Pra, qeveria e tij apo grupi i tij strukturuar kriminal apo organizata kriminale që ai drejton, e them me përgjegjësi plot që është e tillë, po tetohet siç duhet. Po vjedh, po shkatron, po heq tokat, po bën shpopullon me tjerë. Ka një problem pjesa e PD-s. Arsye për shpopullimin nuk është vetëm kjo vjedhje e bërë tjerë, është vrasja e shpresës nga PD-ja. Qoftë shpresa ngel ke Berisha sot e shqiptarëve, kjo është një arsye pse largohen shqiptarët, sepse nuk është shpresa shqiptarëve Berisha. E dyta, ai statuti që ne flasim, jam dhe unë antar, ka një problem, është regjistruar në gjykatë. Si regjistruar në gjykatë, do zbatohen ato nene. Pse s'bën, sepse janë kërkesë ligjore. Dhe ai neni 48 apo 46, mos gabofshëm tani pika 8, 46 apo neni Basha i quajtur, i binte që vlente vetëm kur quhesh e Basha, apo do të ndryshojmë emrin apo do ta shfuqizojmë se marr vesh. Do të ishte respektuar ai. Ishte pyetje për mua kjo. Jo, nuk është pyetje, kjo është neni po ta shohësh, e po të them që nuk është respektuar demokracia. Partia është një mbledhje e lirë e njerëzve, tjerë, pra marr nuk është pronë askujt. Është pranë gjithë shqiptarëve, është e mirë publike. Absolutisht demokrat. Si? Ka ngesë.
pati ngeci, interneti. Shiko, një parti, sot në Shqipëri se ne kemi një problem, në partit i shojmë si pronë të dikujt. Ja, ta dëgjojmë. Përse ja sot është pronë e Se nuk Edi u Ramës. dëgjove. Edhe një herë? Jo, absolutisht, PD-ja është pronë e demokratëve. Jo, është shqiptarëve. Demokratët kanë marrë pjesë. Demokratët janë antarët që komandojnë. Pa dhe unë mos tem antar, kam të drejt vitë futem. Aida ka drejt vitë antarësohet. Marigleni ka drejt. Pra që shqiptarëve, jo demokratëve se zbën. Po antarësove bëhesh demokrat. Dakor, unë jam antar, po antarësova. E kisha fjallën tjetër vënd që nuk u respektohet ajo që demokratët vendosën. Ato nen që u vendosë me dashje, me emrin Neni Basha, pra kur zgjedhet të largohesh, pra u vendos me atë emër dhe për të treguar që Basha është ai që s'largohet pasi zgjedhet, nuk e respektuat ju. Neni thot, nuk ka nevojë për dorëheqje, përfundon mandati drejt për drejt. Ju mendoni se zgjedhjet u humbën nga Partia Demokratike, këtu kishte zgjedhje të lira dhe të ndershme? Normal që po. Sa që të lira ndreshme, sa që ka humbën nga Partia Demokratike. Dhe njerë, ka rënë 300.000 vota, nuk ka vjetë 300.000 vota. 300.000 vota s'ti ka vjetur, ka rënë 300.000. Pëse e ka rënë për vetën vota, po të shohësh votimet. A qojnë numrat. Pastaj, interpretimi jonë është dhe gjëtë. Gjukatat shqiptare nuk njojnë interpretimin tonë. Më falë, se jetë dhe në Skype dhe nuk dëgjojmë do të mirë, s'bëjmë do të debat mirë. Nuk përgjigjesh do të më thënë. Gjukatat tona, ligji jonë nuk një interpretimin tonë. Sot, ato zgjedhje janë të lishme, janë të njohura. Qëse për doja pas ka shumicën e popullit, të shkojë të marrë parlamentin, edhe mos të njohja të zgjedhje qëse vendosë se më ta çojnë zgjedhje parakoshme. Nuk e çon dot zgjedhje parakoshme, edhe nuk do të çojnë zgjedhje parakoshme, se e di që do humbi prap, në këtë mënyrë siç është ndërtuar tani. E di që s'ka akoma asgjë mbi, dhe e di që njerëzit sikur të vendosen çuna më të mirë në botë, siç jeni edhe ju në fakt, se një personalisht, edhe shumë të tjerë të kryesisë, njerëzit do votojnë për inat Berishës dhe për inat Edit. I bie që sot kam cajnate të mëdha me Berishën që s'votojnë për dën. Tani, raporti OSBE Odirit e ka shkruar Zeza mbi të bardhë. Po ka 20 vjetë që shkruan Zez mbi të bardhë dhe Nikol tani që janë... Jo. Nikola, të them diçka atëherë? Nikola, kur u kthye zoti Berisha që po patja të betejnë me zotin Basha, një ndër akuzat që artikuloheshin ishin për shkak se zoti Basha humbi 7 herë me radhë ato jo zgjedhje lokale, zgjedhje të pjesshme, zgjedhje të përgjithshme e tjerë, dhe akuza ndaj tij ishte nuk je i zotit të mbrosh, nuk është gabove një herë, gabove 2 herë, ik zotëria hap rrugën. Me të njëjtën standard gjykimi kemi gjykuar edhe drejtimin e PD-s nga ana e zotit Berisha. E vërtet është që libri i zi, OSBE-ja, të gjitha kanë gjetur, edhe prokuroria për aq raste sa ka gjetur, kanë gjetur disa, por ama edhe Bashkimi Evropian, edhe të gjithë, edhe ne, edhe gjykatat këtu, njohim qeverinë dhe njohim një mazhorancë, që është Partia Socialiste. Kjo është fakt tani ma, u kry. Iku kjo si fakt, është i mërqan. Tani shikojmë tjetrën, do respektohet ato çfarë thoshim kundër zotit Basha, që të ndërruhet i njëjti standard, apo jo? Këtu shkojmë në analizë dhe sepse kërkojmë llogaritë e zotit Berisha. Ishit si pyetje apo të diskutoni me njëri tjetrin, se mund të them dhe unë ndonjë gjë. Ja, se tani është po. Po të kesh minutazh ke fol më shumë, po. Prekën shumë tema, nuk mund ta lëm se unë kam shumë problem këtë çështjen e antipropagandës. Me thënë të drejtën dhe sërish do t'i rikthem asaj që ndodh në studio televizive që idhen fjalët, qytetarët i marrin si të mirëqëna dhe nuk mund ta lejojmë këtë gjë që të ndodhi, domethënë. Të paktën unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Ndryshimi me zotin Basha është si nata me ditën. Zoti Basha tha më vodhën zgjedhjet dhe vajti u mor me karigen e vet. Zoti Berisha me ekipin e vet tha tu vodhën zgjedhjet sepse jemi në një autokraci, siç e vërtetoi dhe Videm dhe institutet të tjera ndërkombëtare, dhe u mor me denoncimin e zgjedhjes dhe ndërgjegjësimin ndërkombëtar të asaj që po ndodhte këtu. Dhe nëse nuk do ndodhte kjo, nuk do ishte në raportin e OSBE Odirit me gjithë përpjekjet e kryeministrit shqiptar për të zbutur raporti, që jo nuk u zbut, po u forcua dhe u shpërsua dhe më shumë akoma, nuk do ishte fraza e pa precedent në 36 vite që është mjekulluar viandarse mes partisë në pushtet dhe shtetit. Tani kjo është e shkruar e Zeza mbi të bardhë. Shiko, fal. Se dua ta kaloj se 25 thotë keni këtë dhe tani se s'mund të se do na filloj. Mos se dua dal diku tjetër se kam pyetur asnjëherë, është era parë që kam. Ja ta mbaroj ashtu se s'mbarova asnjë argument tani. Thuaj, ndërpreva Redonin, jo ju. Herë tjetër do vi me shumë kënaqësi në studio për të shmangur këtë vështirësinë. Jemi pritur të ta thoja edhe këtë që duhet vish se
për të shmangur këtë. Tani, në qoftë se është mjekulluar viandarse, pra ne kemi një parti shtet, ne nuk kemi si të bëjmë diskutime si në Danimark, ne do t'i bëjmë diskutimet më të ngjashme me Serbinë dhe Bielorusin se sa Danimarkën. Tani, së dyti, përmende në raportin e OSBE Odirit për herë të parë në Shqipëri impakti i krimit të organizuar. Bashkuar kjo me raportet e tjera ndërkombëtare, me miliardat e euros që vinë këtu, hidhen në Shqipëri, pastrohen në sektorin e real estate-it, pasurive të patundshme, shto presionin ndaj administratës e gjitha këto, tani Partia Demokratike e ka bërë një pjesë të madhe të punës verën e kaluar për ta denoncuar këtu. Dhe kemi raportin ose Beodirit. Tani, edhe një fjali vetëm sepse është lidhet me këtë diskutimin sot. Një regjim i tillë, autokratik, i mbajtur me paratë e krimit dhe të drogës, të narkotrafikut, nuk mundet dot vetëm nga një grupim shoqëror, sado perfekt të jetë ai grupim shoqëror, politik e tjerë merat, ta quajmë si të duam. Po, dhe Ramizalin, për të rritur presionin, ka nevojë për të rritur presionin në maksimum nga gjithë faktorët e brendshëm ku Partia Demokratike është një nga këto faktor, së bashku me elementet e tjerë të lirë të shoqërisë shqiptare për të rritur presionin në maksimum, që të bashkohet me presionin e rritur dhe nga ndërkombëtarët dhe të krijohet kjo sinergjia që ta detyrojë këtë qeveri antishqiptare të tërhiqet, të smbrapset dhe të japi dorëheqje. Tani, ky rezultati i zgjedhjeve ishte aty edhe më herët. Bota e krimit, po ashtu kullat nuk janë sot. Kullat i kemi parë industria. Sa po e shpjegova që nuk ishim si më herët, ju thoni të kundërtën. Jo, ti s'mund dish se çfarë do them unë. S'ke si ta dish. As Marigleni si di. Të lutem, ju mund të keni si tilla shumë mirë, por nuk e duhet më dëgjuar pak. Ideja është këtu, që ne na u desh protesta e qytetarëve për të ngritur shqiptarët. Nuk do dal aty ku tha Redoni është vrarë apo s'është vrarë shpresa, është tjetër histori. Ndërkohë, Partinë Demokratike e pam në prapavi edhe pse tentoi të bënte revolucion, tentoi të bënte mosbindje kombëtare, të gjitha tipet e protestës. Unë të shmoj dhe më lejo ta them këtë çështjen e shpopullimit që ju ngritët, pa diskutim. Edhe si qytetare, edhe si moderatore, edhe si një që kam zgjedhur të jetoj këtu, kam ato hijet e mia të dyshimit dhe së ndjehem mirë as pak kur kjo gjë realisht ndodhe. Nuk jam nga ato që pajtohem me idenë që këto lëvizje bëhen në të gjitha vendet, edhe në vende tjera është për te i Shqipërisë, sepse unë mendoj që ka plot resurse etj dhe çdo gjë mund bëhet më mirë këtu, përderisa deri tani kam zgjedhur të jetoj këtu. Po çfarë do të bëni ju si i ri ndryshe? Sepse keni marrë një pozicion të jashtëzakonshëm, ishit përballë Luciano Boçit me rezultate të jashtëzakonshme elektorale si në Elbasan, në Shkodër, një profil politikani i preferuar përderisa dhe rezultatet e tregojnë këtë. Kështu që mund të ishte edhe përballë dikujt tjetër, po formula e do që të jeni përballë zotit Boçi dhe unë përmenda zotin Boçi. Çfarë ju do të bëni? Ishte zoti Kulligji përballë zotit Boçi. Gatrova? Mirë, okej, ju ishit përballë, më patrego? Nuk ka problem. Ishte përballë një teriu tjetër. Një teriu tjetër. Mirë, dakor, ja ka marrë Kulligji, mirë, s'ka gjë. Ishte formë majoritare. Ajo formula, po, gjithsesi, e parë në vija të përgjithshme, ai ka dalë i humbur në të gjithë garën me 4 persona dhe ju keni hyrë. Ndoshta në logjikë kam të saktë. Pra, në kuptimin pavarësisht formulave të brendshme të partisë. E kuptova filmin. Se jo dhe të gjitha i kemi shumë. Çfarë do të bëni ju shpytja? Më vjen shumë mirë që e bët këtë pyetje, se është pyetja që bën çdo demokrat dhe çdo qytetar shqiptar në fund të ditës dhe pyetja që i bëjun vetes, çfarë mund të bëjmë neve më mirë tani edhe si ekip i ri e tjerë me radhë. Dhe ne kemi ndërgjegjësimin po dhe përgjegjësinë që është në këtë moment kritik do duhet bërë jashtëzakonisht shumë më shumë se ç'kemi bërë tani. Në parlament, në shesh, në marrëdhënie me ndërkombëtarët, me njëri tjetrin e kështu me radhë. Partia Demokratike është e vetëdijshme, domethënë që ka mjaft aspekte që çalojnë në shumë gjëra. Ky që kemi përballë, unë e theksoj, është një regjim autokratik. Po këtë mund ta maksimizoni, është të mirën tuaj. Puna e gjithë secilit do duhet të ngrihet në tjetër nivel në të gjitha drejtimet. Ne kemi thënë që puna jonë është shumë planshe, fillon që në bazë me një perceptim të ri dhe me një mënyrë tjetër pune
për sa i përket që te militanti, që është në themel të Partisë Demokratike dhe të punës së saj, tek seksioni që është bërthama e aktivitetit politik, ne kemi nisë në muajt e fundit një riorganizim që në seksion në mënyrë që ai demokrati, ai militanti të jetë më pranë qytetarit shqiptar. Qytetari shqiptar për shumë kohë fatkeqësisht është lënë shpeshherë vetëm në lidhje me presionin që merr nga administrata, nga makineria elektorale, nga patronazhisti e kështu me radhë. Ka ndryshuar kjo gjë. Militanti i Partisë Demokratike, antari i seksionit, i grup seksionit është pranë qytetarit shqiptar në mënyrë që ta ndihmojë atë me presionin që i vjen nga patronazhistët. Dhe nëse patronazhisti shikon që Partia Demokratike është në krah të qytetarit shqiptar, mbrapsht dhe patronazhisti. Më pas, ne në konsultim kemi marrë ekspertizën e Institutit Republikan Amerikan për modernizimin e partisë, për digitalizimin e partisë, për një mënyrë tjetër organizimit partisë në bazë, në terren, në marrëdhëniet me qytetarët, në artikulimin e ideve. Dhe kjo do vihet në zbatim shumë shpejt, që me aksionin ton opozitar, që në gusht, në shtatore, në vijim, në fushatën që do vi vitin tjetër e kështu me radhë. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që neve t'i kushtojmë një rëndësi një trekëndçi që e quaj unë që është puna në terren, është ekipi që do duhet të bëj këtë punë në terren me besueshmëri, me integritet, me artikulim politik, e kështu me radhë, dhe idet, alternativa jon, vizioni ynë. Dhe ne në këto 3 pika kemi ose të paktën ky ekipi i ri, kjo kryesi e re e Partisë Demokratike, në këto 3 pika do ta zhvillojë aktivitetin e vet, duke forcuar punën në terren, me ekipin e ri që sapo zgjidh dhe me alternativën që ne nuk na mungon. Ne kemi një alternativë, jo vetëm për 4 vite apo për 8 vite. Ne kemi një alternativë. Ne kemi një alternativë për të ndërtuar shekullin shqiptar, për të vënë qytetarin shqiptar në qendër të Republikës së Shqipërisë, për të vënë familjen shqiptare në qendër, për ta mbrojtur atë, për t'i dhënë të gjithë mekanizmat që ajo të jetë e fortë përballë presionit. Kush është kryeministri jon nëse kemi alternativë? Kryeministri jon që se bën zgjedhje nesër, kush është? I PD-s. Unë po flas për idetë e Partisë Demokratike. Po alternativë po flasim pra. Ju do duhet të prisni kur të vinë zgjedhjet. Unë po ju them. Ne më bëjmë nesër zgjedhje, dha dorëshën Rama sot. Ka një alternativë për të vendosur në qendër qytetarin shqiptar, familjen shqiptare, për t'i dhënë gjithë mekanizmat që kjo familje të begatohet, të jetë e fortë përballë çdo presioni që mund t'i vinë në të ardhmen, që të evitojmë që të ndodhi ajo që ka ndodhur në këto 12 apo 13 vite. Një qytetar që ka më shumë mundësi ekonomike, që ka siguri juridike, që ka siguri për jetën, siguri arsimore, siguri shëndetësore, të cilat sot nuk ekzistojnë, janë ineksistente në Shqipëri. Dhe ne në fund do duhet i rikthejmë qytetarit shqiptar dinjitetin, me një kontratë dinjiteti që shkon natyrisht për te Partisë Demokratike, për te demokratëve, dhe që bashkon të gjithë segmentet e lira të shoqërisë shqiptare që duan ta kthejnë Shqipërinë në fund të fundit në shtëpinë e tyre sërish, sepse nuk është prej kohësh shtëpi e tyre, për të mos lejuar që të mbahet pek nga një individ apo nga një klik e vogël, dhe për t'i dhënë të gjithë mundësitë që të jetojnë me dinjitet çdo kush në vendin e vet. Kush është alternativa jon për të dhënë këtë mundësi prap? Kush është alternativa jon? Sot dha dorëshën e Rama, dalim zgjedhje. Ka alternativë ofrojmë neve për shqiptar për t'i dhënë dinjitetin, jetën e bukur të begatë etj. Kë kemi kryeministër. Unë sërish zoti Mekthi do i rikthej. Sa shqiptarët duan ta dinë këtë tani alternativë. Se qoftë alternativë është pra Berisha, nuk kemi alternativë. E dini ç'a luksi do ishte sikur të ishte kështu si thoni ju për qytetarët shqiptar që sot jep dorëheqje një qeveri, nesër shkojmë në zgjedhje, fiton një parti tjetër. Sot nuk kemi. Unë po them kush është alternativa, jo se fiton. Unë nuk them që fiton, unë di që s'fitojmë. Kam përgjithësi si është Partia Demokratike kjo. Shiko, u mblodh edhe kuvendi kombëtar i protestës e pesë çfarë shkakton. Kam qenë pjesë ke grupi punës. E i pam si alternativë. Nuk janë alternativë. Më falni se do ta them këtë gjë. Ne nuk jemi sot në pikën ku do shkojmë nesër, u dorëhoq kjo qeveri, do shkojmë nesër zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe këtë do kemi neve përfaqësi. Shiko, unë kam një problem të madh. Nikola, fal se të flas, ta them dhe unë.
Po e kuptova që thatë. Jo, kam problem të madh tjetër. Jo, kam tjetër problem të madh. Problemi im i madh është që folën për të drejtat, për siguri juridike etj. Kjo do zbatuar dhe brenda PD-s, sa diun. Është shumë e bezdishme për qytetarin shqiptar kjo kakofoni e madhe. Unë duke folur, ju ndërhyni, e mora vesh. Ju e keni hallin te zoti Berisha. Zoti Berisha është seti i Partisë Demokratike, është lideri historik i të djathtës shqiptare, është kryetari i Partisë Demokratike dhe ai së bashku me ekipin që është ngritur vot besuar nga Këshilli Kombëtar do jenë lokomotiv e rrëzimit të kësaj qeverie antishqiptare së bashku me protestuesit në shesh. Tani po thosha tjetër gjë për ta kuptuar dhe qytetarit shqiptar. Sot nuk jemi në pikën që ne nesër do shkojmë në zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të diskutojmë për garën apo se si do konkurrojmë me njëri tjetrin. Sot jemi në pikën kur të gjithë segmentet e shoqërisë shqiptare do duhet të bashkohen për te dallimeve që ne kemi, sepse nuk e kemi luksin të fokusohemi te dallimet që kemi me njëri tjetrin, por do duhet i lëmë njanë këto dallime për kur të jenë këto dallime të vlefshme në një garë elektorale të ndershme, të drejtë. Sot jemi në pikun kur duhet i lëm pas, të bashkohemi, të bëjmë presionin maksimal kësaj qeverie antishqiptare që nuk do donte asgjë më shumë vetë se të na shikonte ne përballë njëri tjetrit, duke u marrë me njëri tjetrin, me dallimet që ne kemi, me vërejtjet që ne kemi me njëri tjetrin, apo me mospëlqimet që mund të kemi ndaj njëri tjetrit. Unë zoti Meksi ju garantoj që ne jemi në krah të çdo qytetari shqiptar që proteston, ne jemi në krahun dhe tuaj kur shkoni dhe protestoni. Partia Demokratike është garantja institucionale e protestuesve, ndërgjegjësuesja në të gjithë institucionet ndërkombëtare, siç e pam me rezolutën e Partive Popullore Europiane që u lexua dhe në bulevard. Puna është këtu. A ju duan organizatorët e protestës ju? Ku s'ka organizatorë protestës dhe një pësë? Po qarë është pra? Na i shpjegoni Ku janë organizatorët e protestës? Sepse i dëgjojmë që kur shkojnë, nuk po flas për asin konkret, kushdo që shkon nga parti politike nuk ju dua, me thënë. Qa janë? E para fare, nuk po flasim se nuk duan partitë politike, se protesta që ditën e parë apo dytën, unë kam qenë që ditën e parë, ka pas antarë Partisë Demokratike aty. Po, patjetër. Por ato që nuk duan është elita e Partisë Demokratike, jo kjo e reja. Ajo që ishte, përfshirë këtu dy kryesorët apo tre kryesorët, Sali Berisha, Flamur Noka, Albana Vokshi. Se lej do të pare thënë se dhe Albana se thënë numri 2 dhe Albana numri 2 është, për është nga ana femrave. Nga ana femrave është numri 1. Jo, për 2 Sali Berisha. Ato që nuk duan protesta, nuk duan, aty ka pas dhe antarë Partisë Socialiste mi bindë, ose punojës administratës që kanë thyrë frikën kanë dalë, të grupi organizuës pronarët e mikrofonit, si që thëmë unë, zakonisht i kanë zjerë dhe në përfotën Facebook, shikot se dhe administrata patronazhisti, që kjo është gabim trashanik, a i thyrë frikën, dolin protesti, në zjerë me suratë, s'ka rëndësi. Ajo protest është gjithë përfshirë se ka pas gjithë lojt e shtresave të Shqipërisë, nga të pasurit, të varë fërqësesa mesme tjerë. Pra, bje dhe akordë këtë që e drejton Partia Demokratike? Jo, sa që drejton, thash nuk ka organizus. Unë thash dhe gjë, thash antarët janë atje, qytetarët demokratë janë atje, qytetarët socialistë janë atje. Aty nuk duan PD-n e Berishës dhe si Berish dhe PS-n e Edi Ramës si PS. Po të pësër nga Groshia, edhe i pretendojnë që po i drejtojnë, ata dhe mund tjetë... Ore, gjithë pretendojnë se po i drejtojnë, se s'ka organizus, të po të them. Ne nuk e pretendojmë që po drejtojmë askënd. Ne jemi si qytetarë të lirë në shesh, por kemi bërë punën tonë për të ndërgjegjësuar ndërkombëtarët, për të garantuar mbështetjen e ndërkombëtarëve për protestuesët, për aq sa na takon në forumet ku ne jemi pjesë, dhe për të çuar kërkesat e qytetarëve në parlament. Po, çfarë nisi të thoje Mariglen pak më parë, apo të drejtojë? Më përpara kisha të gjitha të fjalimin e gjatë që bëri Nikola, mund të përfundonte, do jemi të njerëzit dhe nuk do i të radhtojmë interesin e tyre. Kaq, me dy fjalë mbyllet e gjitha ajo çfarë tha Nikola, por duhet ta respektojnë këtë në çdo rast, se prandaj se kjo protesta ka treguar edhe diçka të mirë, që ja njerëzit dalin, janë të gatshëm të përgjigjen, por duan besim. Edhe prandaj nuk po e merr dot njëri, sepse njerëzit nuk kanë dalë për asnjë hall të partive politike aty që duan të hedhin njërin, të shkatrojnë tjetrin, të sjellin tjetrin aty, po kanë hallet dhe shqetësimet e tyre. Dhe kjo është e bukur e asaj proteste. Se në momentin kur bëhet një kuvend, duket e shikojmë se sa përfaqësues janë edhe ata të kuvendit atje. Në momentin që bën dikush tjetër, sikur është organizatori protestës, merr dhe ai grushtin e radhës se ka më kollaj të të pyes ty. Ti e ke thënë në këtë studio që dhe antarët e kryesisë pati qoka, jo qoka po, shpërblime, se qoka është pak e rëndë, në kuptimin që kush qëndroi në momente të vështira, pra në zotit Berisha
është pjesë e gjës. Ndërkohë, kur u bën këto zgjedhjet e fundit për atë ripërtëritjen kupolën, sërish kanë nxjerr disa kritika për pikpyetje nëse njerëz që jetojnë jashtë do të jenë këtu, ose nëse u bë për shembull rankimi sipas performancës, për shembull diaspora. Pse duhet ndalim tek diaspora? Sepse ishte një shpresë kur u zhvilluan zgjedhjet, ndoshta ne gjithë kishim bindjen që shqiptarët që punojnë, jetojnë jashtë sipas së pakënaqësisë së tyre, do vitet do të votojnë këtu për Partinë Demokratike. E nuk ndodhi kështu. Nuk e kam të qartë se sa për shembull drejtuesi diasporës sot, çfarë votash ka marrë? Është zotëria Maga, në mos gaboj? Po. Po. A u respektua në rastin konkret, se çfarë përfaqëson? Po marr një rast. Sepse ka dhe departamentet e sekretariatet e tjera. Si e ke parë? Shiko, u bëj një analizë. Kryesia e kaluar e Partisë Demokratike dhe këto postet drejtuese të kaluara ishin këto shpërblimet për faktin e besnikërisë që qëndruan. Por me listat e 11 maj, deri diku, zoti Berisha e shkarkoi atë nderin që ja u aktheu nderin duke i bërë deputet atyre besnikëve dhe antarëve të kryesisë që ishin. Në këtë kryesi, pra në këto strukturat e reja, ka tentuar të bëjnë një lloj, po them, ripërtëritje, siç vetë e ka shpallur, por unë kam pikpyetjet e mia, thash, të çështja e meritokracisë. Meritokracia përfshin e kontributin, çfarë përfshin? Rolin tek qytetarët. Emra të ndryshëm si në kryesinë e Partisë Demokratike, po edhe në për këto poste të drejtuese. Me gjithë respektin, zonja Bajaziti, për shembull, që është bërë nënkryetare për diasporën. Me sa mbaj mend, nuk pati ndonjë super rezultat të shkëlqyer në zgjedhjet e 11 majit. Ndërsa zoti Aga ishte një lloj risie për Partinë Demokratike, mori votat të konsiderueshme në fakt si një antar i diasporës, kandidat për herë të parë, po them, dhe nuk është se ishte spikatur më herët në jetën publike, politike shqiptare, mori vota, po se duhet kemi edhe listën tani që po t'i marrim i bëjmë në analizë një për një të antarëve të kryesisë. Ka pas disa emra aty që të cilët... Ta që jetojnë jashtë, do vinë në Shqipëri për bërë detyrat të tyre? Duhet? Si funksionon? Duhet të vinë, patjetër. Edhe nënkryetaria zonja Bajaziti, e cila jeton në Bruksel, besoj do duhet të vinë, që të ketë një jetë aktive këtu në Shqipëri. Edhe ish drejtuesi i departamentit e Brain-Gain, Andi Mustafaj, do duhet që të vinë në Shqipëri, sepse edhe ai ka jetën e tij në Francë, por si sekretari i burimeve njerëzore në Partinë Demokratike, kam përshtypjen posti i tij e lidh shumë me vendin, me Partinë Demokratike, me selinë e Partisë Demokratike, dhe do duhet të jetë këtu. Në këtë dhe jo vetëm, se nuk duhet të ndalim, po thash, nuk e kam listën e plot tani që t'i bënim një analizë të tërës. Në këtë aspekt, te pjesa e meritokracisë kam qenë më skeptik në të gjithë këtë që është bërë. Sepse edhe këto katapultimet ndonjëherë janë disi të dëmshme, sepse në parti do duhet të kesh një jetë politike graduale që shkallët janë të sigurta dhe që edhe rënjat tjetë më butë në Kur themi të rinj, t'i referojme kujt, çfarë standarde, pra ripërtëritje të rinj, çfarë janë? Mosha është aktiviteti politik, rezervimi pushtetit, se këta s'kanë pas pushtet për 14 vite, tani si bie. Shiko, mosha ka qenë element në... Po qëfësi ai shirish që kontributit të kesh për balë këtyre që kanë qenë motor... Eksperienca, pastaj në drejtim, kjo është pak... Për shumë, antarja drejtuesja e Këshillit Kombëtar, se më erdhi ndërmend. Kush është mos vjen ai lapsus tjetër? Një vajzë e re, e cila ka kontributin e saj modest, po them, kështu e konsideroj unë në jetën publike, politike të Partisë Demokratike, po të drejtosh Këshillin Kombëtar është një organ mjaft i rëndësishëm brenda Partisë Demokratike. Do kenë peshën kryesore vitin që vjen.
Zgjedhjet janë vërtet janë lokale, po? Po, dhe ta krahasosh atë për shembull me Edi Palokën në aspektin e eksperiencës politike të Edi Palokën. Çfarë kërkojmë të themi Edi Mbrapsht? Për Palokën e ka marrë penga të opozicionin e tyre pse rrinë aty gjatë unë kam tjetër mendim personal. Mund të bëj një ndërhyrje të vogël se pa dashur të ndërpres, po. Jo, se po e le Mariglenin i ja bën analizën gjithë, kështu mirë bën që e ndërpret. Jo. Po s'mund të ri pa ndërhyrje edhe me thënë të drejtën, unë sërish jam shumë i habitur me të gjithë këtë qasjen. Se kur janë ata që ju i quani të vjetrit, se unë nuk e kam të ndarjen. Nuk e kam Nikola, nuk të ftuam ty kur diskutuam për Elisën o burr, tash do flasin apo si? Jo, më falë, nuk e kuptoj këtë. Ku qëndronte problemi? Për shembull, se gjetëm një problem gjithë secilit që ka marrë një detyrë të re. Tani, edhe thoni këta të vjetrit që sërish në thonjza sepse e përdorni ju këtë term, nuk i duam, kur vin të rinj thoni nuk i duam sepse janë pa eksperiencë, duhen ata të rinj që kemi ne në mendje. Ju keni 10 të rinj në mendje që po të ishin ata do ishin dakord. Ju, zoti Meksi mund të ketë 10 të rinj të tjerë, unë mund të kem 10 të rinj të tjerë në mendje që do ishim okay po të ishin ata. Unë s'kam asnjë, unë dua votën, Në Partinë Demokratike, llafi që bie, domethënë, e mora si shembull. Ka ndodhur një proces në Partinë Demokratike i bazuar te vota dhe ju garantoj unë që ka qenë konkurrencë goxha e madhe për të marrë ato votat. Nuk e dim këtë se bëhet transparente, me thënë drejtën. Asun se di si janë tarë. Nuk e dim vlla se sa persona shkuan te zoti Berisha për pozicionin tënd dhe kë nxorri zoti Berisha ngar bashkë me ty dhe si e nxorri për shembull. Dhe si në rastin e kandidatët edhe me të gjithë të tjerët. Po e thot statuti atë i propozon kryetari i partisë dhe votojnë në Këshillin Kombëtar. Tani ta bëjmë anarki fare. Secili të garojnë 50.000 veta. Se nuk e kuptoj, do me thënë të gjejmë problemin edhe aty ku nuk ka një problem. Tani, ndodhi një proces ripërtëritje. Kemi një skuadër të re drejtuese. Në pjesën më të madhe kanë qenë njerëz që nuk kanë qenë ndonjëherë në këto pozicione drejtuese. Dhe ne prapë gjejmë një problem që jo nuk ka eksperiencë, jo ka jetuar në Bruksel, jo ka jetuar këtu, jo ka jetuar atje. Zonja Bajaziti që ju e përmendët ka një kontribut jashtëzakonisht shumë të madh në këto vite të vështira, i është bashkuar Partisë Demokratike në vitet e saj më të vështira, ka bërë një punë të jashtëzakonshme në Bruksel me diasporën, me institucionet ndërkombëtare. Zoti Mustafai që ju përmendët ka një kontribut jashtëzakonisht shumë të madh në fushatën elektorale me departamentin Brengejn. Unë gjej një ekip jashtëzakonisht profesionist të zot, secili profesionist ekspert në fushën e vet, ka një karrierë nga pas, nuk është se i morëm nga bankat e shkollës, u bën direkt dhe në fund Këshilli Kombëtar ka vendosur që frymën e ripërtëritjes që u tha në Kuvendin Kombëtar ta çojë deri në fund. E di si është ky mohabet Nikola? Është problemi realisht në këtë mes. E di kush është problemi realisht Nikola, ne jemi konservatorë siç the ti. Tu është kemi një burr që është Berisha dhe po merr ju të tjerët dhe po mundohet të bëj gjoksin me silikon, fustan bukur, busku tjerë, ta bëj si femër. Pra burrësh ai Berisha mbetet, bëj çfarë dush ndërhyrje. Ju jeni zbukurimet e Berishës sot. Qofse nuk flasin vërtetën për Berishën, që është ai që po mban peng, PD, njësoj si Edi Rama për sën dhe qeverinë shqiptare, atëherë kemi problem të madh. Jo, nuk. Ashtu do mbesim në fund, burrësh prap, hiq, bëj çfarë dush zbukurime. Berisha është prap kandidati për kryeministër. Nuk e duan shqiptarët, pik. Si është rënë bë në bësh për protestë. Rama në Burg, Berisha në Burg. Nuk e thot OP-ja, thot Treçariku protestës. Protestës ajo e pare punës. Jo, më vjen shumë. Kam qenë aty ditë për ditë. Ky është ofendim ndaj. Kam qenë ditë për ditë, kam parë nga çdo cep protestës. Kam xherime nga çdo anë protestës. Kam video më shumë se çdo gazetar mbas e vërdall. Ky është ofendim ndaj të gjithë atyre burrave dhe grave që u zgjodhen me votën e Këshillit Kombëtar. Unë të isha si ju do ta tërhiqja këtë fjalë që thatë, sepse në Partinë Demokratike nuk ka kukulla, ka njerëz me personalitet dhe me dinjitet. Nuk thashë kukull, thashë zbukurim për Berishën, jo kukull. Që besi zbukurim, nuk është e kukull. Me vedia pa vedi është punë tjetër asaj. Njerëz të lirë, njerëz me personalitetin e tyre, me karakterin e tyre, me formimin e tyre që janë vlerësuar në Partinë Demokratike dhe të gjithë së bashku në këndvështrimin tim dhe të demokratëve që i votuan dhe të bazës së gjerë të Partisë Demokratike dhe të një pjesë të madhe të shoqërisë shqiptare, të paktën nga feedbacku që kemi marrë në këto ditë, sepse nuk kanë shumë ditë që janë bërë zgjedhjet, është një ekip jashtëzakonisht i mirë, sepse fakti që ju po merreni me vendbanimin e njërit apo të tjetrit, apo me faktin që nuk kanë qeverisë më përpara, nuk kanë peshën dhe koston e qeverisjes, nuk kanë ndonjë barë të madhe në kuriz, fakti që ju në gjithë këtë diskutim nuk po gjeni asgjë për këto figura.
për t'i kritikuar dhe merrini me këto Fare, detaje do të thotë shumë. nuk do i kritikoj Partia kurit, i Demokratike- kemi qef, unë thash, mua më pëlqen shumë që e zgjedhur ti, më pëlqen shumë që e zgjedhur një pjesë tjetër të rinjve atje, një personalisht. qëndron problemi? Puna është që po nuk treguat këllë, që me tregu se ku është problemi për dësë në vërteti, që është Berisha dhe këtë dimund dhe ti bashk. Nuk do arrini kur të bëni asgjë më shumë se sa zbukurimin e Berishës. Edhe do digjni figurën tuaj si djemë të rinj dhe goca të reja të zgjuar, intelektual, me të ardhmen përpara, dhe digjni për të bërë zbukurimin e Berishës. Këtë ishte gabimi i rënd. Shumë i rënd nga ana juaj, kaq. Në këndvështrimin tuaj. Po në këndvështrimin tim po flas gjithmonë, normal. Atë s'kam shkopin e të vërtetës, jo. Jo, po pra, pikërisht. Sepse unë po e përsëris dhe njerë, qëllimi ynë bashkë me dhjetra mira qytetarë që janë në bulevard është një. Largimi i këtij regjimi autokratik që mbahet me parat e drogës. Ne jemi të vendosur që të jemi në pozicionin më të mirë, të paktën për sa na përket neve, që ta bëjmë këtë ndryshim dhe që ta largojmë këtë qeveri antishqiptare. Po, kemi komandantin tradhtar. Edhe të protestuesve, edhe të bazës tonë me këtë proces ripërtëritje dhe mendojmë që ne jemi me ekipin më të mirë që mundeshim të zgjidhnim për të përgjigjur kërkesave të shoqërisë shqiptare në mënyrë që të gjithë së bashku të jemi në pozicionin më të mirë për të larguar këtë regjim autokratik. Po e mbyllim, Redon. Ja, ta them një fundet. Mund të jetë filloni prapë, po. Jo, s'është ndonjë gjë. Se është realisht ekipi më i mirë. Imagjinoj sikur të jemi në një luftë, kemi përballë Edi Ramën, kriminalin, pushtuesin tjerë. Kemi ekipin më të mirë të ushtarëve dhe të oficerave KPD-ja, kemi generalin tradhtar. Më të mirët e në ty poshtë, do humbim prap luftën me Edi Ramën, se generali që është në krye që drejton luftën, është tradhtar në rastin më të keq, ose më i paaftë i mundshëm në rastin më të mirë. Kjo do të testohet në vitin që vjen. Testum dy herë. Vitin që vjen ke zgjedhje, do ta testosh edhe Berishën, do testosh edhe Kerin, edhe të tjerët. Ndryshe se bën dot, se ndryshe që bëjt ju një subjekt jam bërë 40 vjeç. Po se bën dot, se ndryshe unë ti gjithë neve do kishim bërë një subjekt. Se bëjmë dot, e bën ata dhe ja sa kanë marrë. Ata që e kanë bërë, partitë e reja që ishin shpresë në këtë zgjedhje. Tani, e kemi nisur, do thoja unë, edhe me këmbë të mbarë, faleminderit që zgjodhe që t'jesh me ne, me opinionin publik, sepse sigurisht besoj vetëm kështu mund të ngrejmë zërin dhe mund të themi disa gjëra, që unë shpresoj fort që të të kemë sërisht në studio, edhe pse ky komunikim deri diku pati, pra edhe pse ishe me këtë lloj linje që her pas here dhe ikën, po s'u ka penguar, këtë ta garantoj. Ishte një kënaqësi dhe më vjen mirë që dhe zoti Meksin kontra dakord që është ekipi më i mirë i Partisë Demokratike. Nuk e thash që fillim. Më i mirë sa i kaluari, por Jo, pse janë të mirë, s'ka rëndësi prap. Më mirë i mundshëm se ne s'kënaqemi kurrë për atë, po janë të mirë, një pjesë e mirë atyre. Po. Testi do të jetë në zgjedhjet që do të vinë. Zgjedhje vendore, pa diskutim, do të bëjnë ndoshta të cilin edhe frymën që kanë të gjithë të rinjt bashkë me nënkryetarin Erik, kështu që edhe një herë suksese, faleminderit. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Faleminderit Mariglen, faleminderit Redon, faleminderit ju që na ndoqët, nesër zakonisht jemi në orën 10.